Falënderimi dhe mirënjohja i takon Zotit të Madh, i cili na krijoi dhe në krijimin ton na dalloi dhe në mesin e veçorive dhe të mirave që na veçoi është veçoria e imanit ton, veçoria e udhëzimit ton, begatia e cila e nderon dhe i shërben begatisë së trupit ton dhe shpirtit ton, ajo është mendja jon, është në shërbimin e shpirtit dhe zemrës ton, që është melhem dhe ilaç, dhe është i vetmi sistem që rregullon jetën tonë në formën më të mirë dhe na mundson që frymën e fundit Allahut faqebartë ja dorëzojmë. Salatet edhe selamet qofshin për ftyrën e ndriçuar për Muhammed Mustafa, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin hyrnekin e pejgamberit alayhis salam me plot vullnet dëshirë, me plot krenari dhe burëri deri në ditën e fundit. Xhamati i nderuar, nuk ka dyshim dhe këtë nuk duhet me haru asnjëherë se ekzistenca jon dhe jeta jon dhe i gjithë potenciali jon është një shans e madhe nga Zoti i Madh për një të mirë të pafund në jetën e kësaj bote dhe botës së përteme. Mirë po, prej shansave për të cilën na duhet të ndihemi të nderuar dhe të respektuar nga Zoti i Madh, është fakti se po frymojmë në emër të imanit, në emër të begatisë më të madhe, në ditët më të mira të vitit, me të cilat ditë Zoti i Madh u betua në Kur'an për ta ngrit nivelin dhe standardin e të qenurit rob të Zotit në jetën e shkurt kësaj dunjaje, që është posti më i lartë, dhe për ta ngrit nivelin dhe standardin e njerëzisë në raport me njerëzit, duke na motivu në emër të shpërblimit të madh si për këtë botë, po ashtu edhe për botën tjetër. Allahu i Madh për këto ditë e Dhulhijhes që kemi startuar nga dita e mërkurë e që vazhdon kjo dhunti dhe këto ditë vazhdojnë deri në ditën e Xhuma, deri në ditën e Xhuma të ardhme. Për këto ditë Zoti i Madh e filloi një sure të Kur'anit duke u betuar dhe duke thënë wal fajr, wa layalin ashr, wash-shaf'i wal watr. Allahu betu në mëngjes, sepse mëngjesi është një ringjallje për çdo njeri, pasi që gjatë gjumit dhe procesit të gjumit jemi kanë të vdekur. Dhe Allahu betohet në mëngjes për t'i thonë Zotit të Madh çdo herë kur zgjohemi në mëngjes, Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. O Allah, të falenderoj ti që isha i vdekur, më dhave vdekjen, më dhave gjumin që është gjysmë e vdekjes, e pas kësaj vdekje më dhavje edhe ngjalljen, ma mundsove që ta jetoj këtë ditë me lëvizjet e mia, me mendjen time, me imanin tem, që unë t'i shërbej vetvetes për të mirën time në këtë botë edhe në botën tjetër. Wa layalin ashr, edhe Allahu i Madh u betua edhe në netët e Dhulhijhes. Allahu u betu në netët e Dhulhijhes, që jemi deri në ditën e Xhuma, për ta na tregu vlerën e natës, se Allahu i Madh e pranon lutjen, e pranon istikfarin, dhe është një vlerë shumë e madhe e natës nëse dim ta shfrytëzojmë për të mirën tonë për këtë botë dhe në botën tjetër. Wash-shaf'i wal watr, Allahu u betu edhe në çift, edhe u betu në tek, për të na treguar se çdo krijesë është e krijuar në çift edhe në tek, madje edhe këto 10 ditë e Dhulhijhes në natën tek, në ditën tek që është dita Arafatit, që është dita më e mirë, është në tek, kurse dita e Kurban Bajramit është në çift, që është therja e Kurban Bajramit. Allahu na tregon duke u betu për të na tregu vlerën e këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Çka janë këto 10 ditë e Dhulhijhes? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra e mirë dhe veprimtari i mirë në këto ditë e Dhulhijhes për Allahun është më e dashur se çdo vepër tjetër jashtë këtyre ditëve. Kur e ndëgjuan sahabët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u habitën, thanë ja Rasulullah, a është më me vlerë dhe më e dashur vepra në këto ditë se edhe vepra dhe xhihadi në rrugën e Zotit?
Tha pejgamberi alayhis salam, tha bela, tha po, tha, përveç atij që ka dalë nga vendi i tij me pasurinë e tij dhe me jetën e tij dhe nuk është kthi, por ja ka dorëzuar shpirtin Rabbul Alaminit. Andaj vëllezër të nderuar, kemi nderin edhe kemi respektin që po frymojmë në këto ditë e Dhul-Hijjës që t'i marrmi më me seriozitet dhe t'i marrmi këto informata të Zotit, këto lajme të Zotit, që t'jenë motiv për të na shtu dozën dhe për të na shtu vullnetin që t'i shtojmë veprat e mira për ta ngrit nivelin ton si rob Zotit dhe për ta ngrit nivelin ton si njerëz në raport me njerëzit. Pse këto ditë janë të veçuara? Për arsye se në 10 ditë e Dhul-Hijjës tubohen dhe grumbullohen dhe takohen te besimtari 5 kushtet e Islamit, që nuk ka mundësi besimtari t'i bëj veprat e 5 kushteve të Islamit jashtë ditëve të Dhul-Hijjës. Në ditë e Dhul-Hijjës e falmi namazin për çdo ditë. Në ditë e Dhul-Hijjës është mirë të jepet sadaka. Në ditë e Dhul-Hijjës është mirë të agjërohet. Dhe në ditët e Dhul-Hijjës besimtari i cili e ka obligim ta bëj haxhin i thot Zotit të Madh në vendin e shenjtë, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Andaj vëllezër të nderuar, përderisa ne jemi gjallë dhe po i përjetojmë të ditë e Dhul-Hijjës, të mos i anashkalojmë, por t'i kuptojmë sinqerisht dhe t'i shfrytëzojmë këto ditë se janë ditë më me vlerë se ditë e Ramazanit. O vëllezër të nderuar, ne e dimë se muaji më i shenjtë dhe më i bekuar te Zoti është muaji i Ramazanit. Mirë po ditë e Dhul-Hijjës janë më me vlerë se ditë e Ramazanit, përveç se 10 netët e Ramazanit fundit janë më me vlerë se krejt viti, kurse 10 ditë e Dhul-Hijjës janë më me vlerë se krejt ditët brenda vitit. Kështu që Allahu i Madh na jep këto shanca dhe këto mundësi që na ta korrigjojmë raportin ton me Zotin e Madh, t'i shtojmë veprat tona të mira, që t'i ngritmi shpërblimet tona dhe ta ngritmi vetveten në raport me Zotin edhe në raport me njerëzit, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Çka duhet të bëjmë në këto ditë e numërume? E para, vëllezër të nderuar, disa njerëz në 10 ditë e Dhul-Hijjës, duke e kuptuar vlerën e këtyre ditëve, mundohet ta bëj vetëm një vepër duke menduar se me atë vepër do të shpëton edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Vëllezër të nderuar, vepra më e mirë, vepra më me vlerë, janë veprat që i kemi obligim karshi Zotit që i kemi për çdo ditë. Para këtyre ditëve edhe pas këtyre ditëve e kemi obligim t'i përgjigjemi Zotit për çdo ditë kur Allahu i Madh me gojen e muezinit thot hayya ala salah, hayya ala falah. Ejani në namaz dhe ejani në shpëtim. Andaj vëllezër të nderuar, me një përkushtim më të madh, duhet të jemi më të kujdesshëm që ta falmi namazin, mundësisht për ata që kanë mundësi, që në këto 10 ditë e para të Dhul-Hijjës të mundohen ta falin namazin me xhamat. Por nëse nuk kanë mundësi, spaku të mos e anashkalojnë dhe të mos e shtyjnë namazin që t'ju del nga koha, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur flasmi për obligimet, nuk është në pyetje vetëm obligimin që e kemi karshi Zotit, por kemi edhe obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Kemi obligim ndaj familjes, kemi obligim ndaj prindit, kemi obligim ndaj familjarëve, kemi obligim ndaj fëmijët, kemi obligim ndaj muslimanëve. Krejt këto janë obligime që duhet me një theks të veçantë të jemi më të kujdesshëm dhe të më të përkushtuar, se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi, robi jem do të jetë afër meje derisa robi jem me përkushtimin më të madh i kryen obligimet karshi Zotit dhe i kryen obligimet karshi njeriut. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, robi jem do të vazhdon me këto obligime, duke i kry veprat vullnetare, dhe njeriu me veprat vullnetare arrin që të jetë i dashur i Zotit. E kur njeriu bëhet i dashur i Zotit, Zoti i Madh bëhet ndëgjimi i njeriut, bëhet shikimi i njeriut, bëhet në dorën e njeriut dhe në kamën e njeriut. Andaj njeriu arrin privilegjin më të madh me këto obligime që i krijnë karshi Zotit dhe karshi njerëzve të jetë i veçuar i Zotit edhe në këtë botë edhe në botën tjetër.
Kjo është e para, vëllezër të nderuar. Andaj të mos presmi vetëm ta bëjmë një vepër e me atë vepër të shpresojmë që Allahu të na shpëtoj dhe të na ngrit gradën edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Obligimet që i kemi për çdo ditë, ky obligim është edhe më me vlerë në ditët e Dhulhijhes. E dyta, netët, vëllezër të nderuar. Na e kemi kuptuar se netët më të mira janë vetëm netët e Ramazanit. Ata që e kanë kërku natën e Kadrit, ata që kanë pas vullnet me taku Zotin e Madh që Allahu t'ju përgjigjet në lutjet e tyre, të mos ja na shkalojnë netët e Dhulhijhes, se ashtu siç kanë vlerë netët e Ramazanit, kanë vlerë edhe netët e Dhulhijhes, se Allahu u betu në netët e Dhulhijhes, wa layalin ashr, pasha netët e Dhulhijhes. Andaj i tha Sejid ibn Gjuberi, tha, o musliman, o vlezër, e kemi mësu nga profeti pejgamberit a.s. dhe këtë tradit e kemi mësu nga pejgamberi sallallahu a.s. që të mos i fikni dritat në netët e Dhulhijhes. Nëse jeni në punë, nëse jeni të angazhum, spaku pas jacije, një gjysmë ore, 15 minuta, 10 minuta, 5 minuta, nëse nuk ke mundësi edhe 5 minuta, 2 minuta, ndalu me Zotin tanë, ndalu me krijuesin tanë i cili ka begatu dhe i cili ka premtu shumë të mira për këtë botë dhe botën tjetër, se ki nevojë edhe ti edhe one, ti lutemi Zotit se na jemi zaif, na jemi të dobët, na jemi ata që harojmë, na jemi ata që edhe mashtrohemi me të mira që Allahu neve na jep. Ti lutemi Zotit në këto net e Dhulhijhes që Allahu të na ndihmoj, Allahu t'i përgjigjet lutjeve tona, sepse kështu ka qenë tradit e pejgamberit a.s. dhe kjo tradit është trashëgu beres pas brezi. Po ashtu prej veprave që nuk duhet t'i harojmë në ditët e Dhulhijhes është agjërimi që ka qenë praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuam, ka qenë praktike pejgamberit a.s. që pejgamberi a.s. t'i agjëroj 9 ditët e Dhulhijhes deri në ditën e Arafatit. Nëse nuk kemi mundësi, dikush i ka arsyet e veta, dikush është i pamundshëm, s'paku t'i agjërojmë ditën e hanë dhe ditën e enjte. Por nëse nuk kemi mundësi të agjërojmë edhe të hanën edhe të enjten, s'paku të agjërojmë ditën e Arafatit që i bën në ditën e enjte të ardhme, për cilën ditë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo ditë Allahu e ka ngrit këtë ditë dhe me këtë ditë Allahu krenohet para melaçeve, se në këtë ditë gjithë haxhinjët prej gjithë anëve të botës i thojnë Zotit madh në atë vend të shenjtë, në ditën e Arafatit, lebejk Allahume lebejk. Nëse Zoti i madh neve nuk na ka mundsu, dhe kjo është liç që jo çdo kujt Zoti i mundson të shkon në atë vend, mirë po Allahu na i ka dhënë një alternativë tjetër, Allahu na i ka dhënë një mundësi tjetër që prej vendit tonë dhe me agjërimin tonë, aty ku jemi, ta fitojmë një shpërblim shumë të madh, për cilën tha pejgamberi alayhis salam, ai i cili agjëron ditën e Arafatit, Allahu ja shpërlan, Allahu ja pastron gjitha gjunahet e vitit kalum dhe vitit që kanë mbetë. Nëse nuk kemi mundësi të agjërojmë në ditët e Dhulhijhes, nëse nuk kemi mundësi të agjërojmë ditën e hanë dhe ditën e enjte, s'paku të agjërojmë ditën e Arafatit, të cilën ditë unë e besoj se çdo njeri ka mundësi, nëse pak gëzon nga shëndeti i tij, e që të mos privohemi nga ky shpërblim i madh. Dhe për fund, vëllezër të nderuar, ata që kanë vendosur të therin kurbanin, ata që mendojnë se e kanë obligim, sepse Allahu nuk na ngarkon për te mundësive tona, atherja e kurbanit është veçoria dhe simbolika e ditës së Kurban Bayramit, me të cilën Allahu neve na ka obligu në ajetin kuranor, ku Allahu në Kur'an thot fesalli li rabbike wanhar, dhe për Allahun fale namazin dhe për Allahun therr kurban. Therja e kurbanit, vëllezër të nderuar, sipas mendimit të shumicës së dietarëve, është një sunet muakkede, e që i bie dhe që do me thonë se është një sunet i fortë që pejgamberi alayhis salam nuk e ka lënë. Mirë po sipas medhhebit Hanefi, sipas medhhebit të cilën shkollë na e ndjekmi në vendin tonë, therja e kurbanit për ata që kanë mundësi është wajib, është obligim. Andaj vëllezër të nderuar, ata që e kanë bën jetë dhe ata që i plotësojnë kushtet për ta therr kurbanin në ditën e Kurban Bayramit, është e pëlqyer që të mos i shkurtojnë flokët dhe të mos i shkurtojnë thonjët.
kjo është gjë e pëlqyer. Mirë po nëse dikush haron, ose dikush e ban me qëllim, nuk ka asnjë mëkat dhe nuk e pakson shpërblimin e therrjes së kurbanit. Andaj vëllezër të nderuar, e lutem Zotin e Madh, ashtu sikur se Zoti i Madh na ka nderuar dhe na ka begatuar që të frymojmë në ditët e Dhulhijhes, Allahu të na begatoj dhe të na motivoj dhe të na shtojë dashnin që t'i shtojmë veprat tona të mira, ta përmirësojmë raportin ton mes neve dhe Zotit me pendim dhe vepra duke i kri obligimet që i kemi karshi Zotit, ta përmirësojmë raportin me njëri tjetrin, t'i shtojmë veprat tona të mira, atë sa kemi mundësi. E Zoti i Madh është fisnik, e Zoti i Madh është ai i cili na i shumëfishon shpërblimet tona me niyetin ton të mirë, me veprat tona fisnike që i bëjmë brenda ditës edhe natës.